pati përfaqësues që e braktisën konsultimin. Fatkeqësisht nuk pati konsenzus. Seanca do të vazhdojë brenda 48 orëve. Sot ka pasur uzurpim partijak të institucionit përfaqësues qytetarëve të Kosovës. Në vend se të zbatohet skenari i seancës, vazhdimi i saj, të hullet votim raporti, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, por është keq përdorur kjo e drejtë që i takon deputetit më të vjetër si kryesues i seancës për me arrit qëllime partijake politike. Kjo drejt u mua sot 100 deputetëve prezent në sallë, kishte kushte për votim, do të votohej dhe më pas vendimi final do të merrej nga votat e deputetëve të Kosovës. Kryesuesi duhet të lexojë skenarin, nuk gëzon të bëj asnjë haptutje, as konsultime. Kjo është antikushtetuese, është antiligjore, sepse në fakt ai është dashur që këtë raport sot ta hullë në votim në mënyrë që deputetët sipas dëshirave dhe qëndrimet votojnë. Zoti Kurti po dëshiron me ble kohë për shkak se nuk i ka votat për zgjedhjen e kryeparlamentarit, nuk i ka votat për formimin e qeverisë, nuk e ka shumicën e thjeshtë. Si parti politike, duam ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit të Republikës Kosovës. Pra kemi plot vullnet që ai vendim të korrigjohet, por duhet të shohim se cila është mënyra për ta korrigjuar atë vendim. Në mbledhjen e cila u thirr nga kryesuesi i seancës, përveç se pat e para reagime absurde në të cilin ti nuk ke mandat na aftosh për konsultime, nëse ne nuk debatojmë si të zgjedhur të popullit për të dalë nga ky ngërsh, nga kush e presin? Presin thirrje nga ambasadat, presin që dikush t'ju bëj presion të natyrës tjetër.